edhe nuk mujna na me vlerësu, nuk po du as me paragjyku zonjën Huduti, po as nuk po du me që të ketë shtetin, se shteti pa pas një informacion nuk e vendos besoj një njeri për 15 vite në ngrata. Mirë, Jacqueline? Unë mendoj që duhet ishte bërë më parë. Zonja Huduti është një personazh të cilën publikisht e kam thënë që nuk pëlqej, jam munduar ta evitoj për deklaratat e saj tepër ekstremiste, për infektimin që i ka bërë medias shqiptare, mbasi infektoi mirë media në Kosovë, vendosi të infektoi dhe media në Shqipëri, me deklaratat e saj sensacionaliste vetëm për rage bait dhe për klikime. Mendoj që ky si vendim duhet ishte marrë kohë më parë, por edhe ky vendim i menjëhershëm për 15 vite shpallje non grata më duket sikur është një metodë për të përvetësuar protestën dhe për të ndryshuar narracionin e protestës dhe për të dhënë idenë që protesta nuk është një revoltë qytetare, po janë grupime pra është edhe një mesazh politik. Agjentura të huaja, të cilat duan të bëjnë grush shtetit dhe duan të ndryshojnë sistemin apo politikat e Shqipërisë. Për mua është një vendim i drejtë, i cili duhet ishte marrë shumë më parë, me thënë të drejtën. Është pak vonë qeveria shqiptare edhe në këtë vendim.